Cipi juglindor i Europës përfshirë Kosovën përshëndërohet në terrenin ku shtetet më të fuqishme përpiqen të zhvendosin një nga dilemat e tyre, çfarë të bëjnë me migrantët që nuk i duan brenda kufive të vet. Së fundmi, Kosova është pajtuar të strehojë 50 migrantë nga shtete të treta që shndronin në SBA, ndërsa kanë shprehur gatishmërinë për të strehuar edhe azilkërkuesit e refuzuar nga Mbretëria e Bashkuar. Qeveria e Kosovës bashkë me Ministrinë e Punëve të Brendshme që do të ketë për detyrë zbatimin e marrëveshjes me SBA-n, nuk janë përgjigjur në pyetjet e Radios Europa e Lirë lidhur me këtë temë. Se çfarë fiton Kosova nga kjo marrëveshje, nuk kanë treguar as nga Departamenti Amerikan i Shtetit, që vetëm kanë thënë se SBA-ja i është mirënjohës se partneri ton Kosovës për pranimin e shteteve të vendeve të treta të dëbuara nga Shtetet e Bashkuara. Më vonë, ngarkuara me punë ambasadën amerikane në Kosovë, Anu Pratipati e falenderoi Kosovën në rrjetin social X, duke thënë se ajo u bë vendi i parë në Europë që njoftoi se do të pranojë shtetas nga vendet e treta që dëbohen nga Shtetet e Bashkuara. Sigurimi i kufijve amerikanë është prioritet kryesor i administratës Trump dhe unë çmoj qeverinë dhe popullin e Kosovës për partneritetin e tyre, shtoi ajo. Por çfarë fiton Kosova nga këtë marrëveshje? A përbën këtë marrëveshje vërtet përparim strategjik për Kosovën? Donika Emini nga grupi Këshilldhënës në Europë për politika të Ballkanit thotë se këto marrëveshje duhet të kuptohen si një formë bashkëpunimi bilateral dhe jo si një moment transformues në pozicionimin ndërkombëtar të Kosovës. Kjo e forcon imazhin e Kosovës si partnere e besueshme, por nuk e ndryshon thellësisht dinamikën e marrëdhënieve, veçanërisht kur çështjet kyçe politike si dialogu Kosovë-Serbi vazhdojnë të jenë burim tensioni në mes të dy vendeve, thotë Emini për Radio Europa e Lirë. Si dëshmi për këtë, ajo përmend një marrëveshje mes Bashkimit Evropian dhe Turqisë për refugjatët sirian, që thotë se tregon që bashkëpunimi në menaxhimin e migracionit nuk përkthehet domosdoshmërisht në përmirësim të marrëdhënieve më të gjera, nëse mosmarrëveshjet politike më të thella mbeten të pazgjidhura. Edhe ish ambasadori i SBA-s në Serbi, Christopher Hill, thotë se nuk është e mjaftueshme që Kosova të tregojë se dëshiron ta ndihmojë SBA-n në adresimin e sfidave të saj.